Wir sind jetzt im Haus der Tierzucht in Wien. Okej, mirë se kemi ardhur në Qendrën Kombëtare të Mbashkimit të Gjedhit në Vjenë. Und das sind nicht nur wir Rinder, sondern auch Schweine, Schafe, Ziegen und Geflügel. Është një qendër kombëtare në cilën janë të përfaqësuara jo vetëm si gjedhi, siç jemi në rastin konkret, por edhe të gjitha speciet e kafshë në prodhim, por aktualisht ne jemi në qendrën e gjedhit. Aber der Rinderbereich ist der größte Teil in Österreich. Sektori i gjedhit është më i fuqishëm, më i madh në Austri, wirtschaftlich gesehen. Nga këndvështrimi ekonomik. Genau. Cattle Breeders Austria oder Rinderzucht Austria ist die Dachorganisation für 45 Mitgliedsorganisationen. Qendra kombëtare për mbashkimin e gjedhit është përfaqësuese, ka një ombrella e 45 organizatave kombëtare të cilat janë të shpërndara në të gjitha landet e Austrisë. Bei uns Mitglied sind die Landwirtschaftskammern. Antar të kësaj qendre janë dhomat e bujqësisë të gjitha landeve. Die machen Interessensvertretung für alle Bauern. Të cilat janë përfaqësuesit e interesave të vetë fermerëve të gjithë Austrisë. Dann haben wir die Landeskontrollverbände. Tjetër antar janë shoqatat e kontrolluese të gjitha landeve, pra në çdo land ka një organizat që merret me kontrollin e prodhimit. Die machen die ganze Datenerhebung auf den Betrieben von den Kühen, also Milchleistung, Fleischleistung. Dhe një nga detyrat kryesore të këtyre shoqatave janë kontrolli, monitorimi të dhënave, i datave të grumbulluara nga fermat që kanë bëjnë me kontrollin e rendimentit, kontrollin e cilësisë, pra të gjitha ato akumulohen dhe sillen këtu. Gjithashtu, në pjesë e kësaj qendre janë organizatat e racave të veçanta, të cilat Austria mbashtron, që do të thotë shoqata e Simentalit, shoqata e Pinzgauerit, shoqata e Braunvieh. Të gjitha këto janë të bashkuara këtu nëpërmjet interesave pra shoqatave tyre lokale. Und zu guter Letzt dann noch die Besamungsstationen für die Produktion von Rindersamen. Dhe gjithashtu janë dy nga përfaqësues të kësaj në këtë organizat, janë edhe dy stacione ose institutet për mirësimit racor ku prodhohet materiali gjenetik për të gjithë tregun austriake dhe ndërkombëtar. Përse ka interes fermeri të jetë i përfshirë? Was ich vorher gesagt, Fettgehalt. Das kriegt er auch von der Molkerei, aber nicht von jeder Kuh, nicht von jeder einzelnen, sie kriegt es wirklich von jeder einzelnen Kuh. Interesi kryesor që ai fermeri ka të dhënat shumë komplekse. Ai ka të dhëna për çdo lop, për çdo individ nga ne, dhe dhëna goxha të gjëra. Austria ka një sistem arsimimi dhe formimi shumë të fuqishëm, me një rrjet shumë të fuqishëm të edukimit në sektorin e bujqësisë, sektorin agrar. Me pak fjalë, nuk mund të punoj një fermer vetëm. Duhet të jenë bashkë, duhet jenë në grupp, duhet jenë... Das heißt, ein österreichischer Bauer kann nicht allein überleben, wenn er nicht zusammenarbeitet mit anderen und mit anderen Organisationen. Können schon, es gibt schon Direktvermarktung in Österreich, okay. aber der erfolgreiche Bauer der macht es, ja. Der bedient, der schaut, dass er das über die landwirtschaftlichen Organisationen macht. Nuk mund të them që s'mund të jetë nuk mund të mbijetonte. Ekziston edhe në Austri ligji për tregtimin direkt në ferm, i cili nështrohet një kuadri tjetër ligjor, por pjesa e gjerë e fermerëve është e mundur vetëm nëpërmjet organizatave dhe themi bashkëpunimit në organizata të tilla në shoqatat e fermerëve, të cilat janë pjesë e një gjëje akoma e kësaj ombrelle më të madhe siç është qendra jonë kombëtare. Thank you so much.
Përshëndetje, mirë se erdhët edhe këtu. Sa po mbyllëm gjithë ciklin, edhe bashkë hapëm me Lirën, dhe do ta mbyllim me Lirën në Raiffeisen, sepse në fundit i gjithë këtë cikël i drejtohet pikërisht fermerëve, dhe sidomos fermerëve të vegjël, që ta kuptojnë që është një derë ku mund trokasin për t'u bërë të qëndrueshëm, për t'u bërë të mëdhenj, edhe për të vazhduar dhe për të trashëguar punën. Gjë që ne e pam sidomos të Vjenë, dhe ka qenë një leksion i madh që jam e lumtur që e sollëm këtu edhe me mbështetjen tuaj. Unë dua të them vetëm që ne jemi këtu për të ndihmuar fermerët, për të ndihmuar sektorin agri dhe do vazhdojmë të punojmë në mënyrë që t'i rrisim, t'i zhvillojmë me paketat dhe produktet tona që edhe ata pas një viti 2 vjetësh të arrijnë nivelin e fermave austriake. Shumë faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit edhe juve dhe që të mos na harroni, kemi një dhuratë të vogël simbolike që në sezonin e dytë prap me neve, të veshëm çizmet edhe Kisha merr ato në Vjenë, ose në Vjenë. Ja, i japim këtu në Shqipëri tonat. Na vaftë mbar.